Dikur, urgjenca mjekësore në Shqipëri ishte një shërbim që s'ofronte dot shërbim. Ishte një sistem i degraduar që nuk garantonte marrjen e thirrjes për ndihmë, që rrezikonte jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ristrukturimi i urgjencës mjekësore ishte nevojë emergjente. Vizioni i ri i qeverisë, politikat e reja, strukturuan një sistem bashkohor, inovativ, qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore shqiptare, me një sistem inteligjent, unik, të integruar për çdo thirrje për ndihmë, për çdo urgjencë mjekësore. Pa pagesë, 24 orë në 24, me kohë të minimizuar për mbërritje në vendngjarje, me një sistem koordinimi e menaxhimi në kohë reale, me një flotë të jashtëzakonshme në shërbim, 346 mjete urgjence, auto medika, motor mjekësor dhe helikopter, të pajisura me aparatura mjekësore bashkohore, për shpëtimin e jetës dhe garantimin e cilësisë së saj, në raste fatkeqësisht natyrore e pandemish masive si Covidi, të kudo ndodhur, në evente e ngjarje të mëdha, në çdo stin e në çdo skaj të Shqipërisë, për turistët e huaj dhe vendas. Në 10 vite, në qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore janë pritur 3.570.582 thirrje. Janë kryer 846.181 misione, 476.722 konsulta mjekësore online. Në 10 vite janë bërë 6.5 milion euro investime për një shërbim gjithmonë më ekselent. Investimet do të vazhdojnë në ngritjen e qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore në Vlorë, për fuqizimin e flotës me 10 autoambulanca të tjera dhe ngritjen e qendrave të kujdesit shëndetësor lëvizës. Në 10 vite, qendra kombëtare e urgjencës mjekësore riktheu besimin e qytetarëve për garantimin e shëndetit dhe jetës. Një mision që do të vazhdojë.